Me rastin e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, Hoxh Ilir Selba, imam i xhamisë në Ib, Tiranë, ka përcjellë mesazhin e tij për të gjithë besimtarët musliman. Në fjalën e tij ai u shpreh se Ramazani është një muaj reflektimi, sakrifice dhe afrimi me Zotin, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, faljes dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Sipas tij, kjo periudhë e shenjtë duhet të shërbejë për forcimin e besimit, harmonisë dhe paqes në familje dhe në komunitet. Imami uroi që ky muaj të sjellë më shumë mirësi, shëndet dhe begati për të gjithë besimtarët. I përshëndes të gjithë besimtarët musliman, jo vetëm të Ibës, por të gjithë Shqipërisë. I uroj një muaj të shenjtë, një muaj të begat, muaj i cili do të na bëjë të mundur të jemi më të dashur, më të respektueshëm me njëri tjetrin. Është muaj i Kuranit të madhrueshëm. Është muaj i vlerave të mëdha njerëzore. Është muaj ku të gjithë njerëzit, ku të gjithë besimtarët do të sakrifikojnë duke agjëruar për hir të Zotit. Mesazhi im sot është një agjërim të mbar, një agjërim të mirë, një agjërim të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe pa kohë, edhe të gjithë do të ulemi në sëfyrin e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Uroj që dita e njëjtë, dita e parë e muajit të shenjtë të Ramazanit të jetë një ditë e paqët, një ditë e freskët, me freskinë e madhe që të jep agjërimi për hir të Zotit. Agjërim të mbar të gjithë të dashur besimtar.